Shkurta nis një debat të nxehtë me Benitën sapo vëren afrimitetin e saj me Tonin dhe nuk e mban dot mendimin e saj për vete. Ajo i drejtohet Benitës me ton të prerë, duke i thënë se tani më është bërë shumë e qartë se ajo dhe Toni nuk po merren seriozisht me njëri tjetrin, por thjesht po bëjnë lojë për kamerat. Shkurta thekson se veprimet e tyre, përqafimet dhe afrimiteti i shpejt, sipas saj duken të gjitha të sforcuara dhe jo të vërteta. Ajo vazhdon duke thënë se nuk është vetëm ajo që e shikon kështu, por edhe publiku jashtë që po e kupton se Benita dhe Toni janë duke e përdorur njëri tjetrin si strategji për të qëndruar më gjatë në shtëpi. Ju të dy po talleni me publikun, thot Shkurta me zë të ngritur, po mendoni se njerëzit nuk e kuptojnë këtë lojën tuaj, por çdo gjë shihet. Benita mundohet t'i përgjigjet, por Shkurta nuk e lë të mbaroj fjalinë, duke i thënë se veprimet e tyre janë të dukshme dhe se shfaqjet e tyre të afërsisë janë shumë të egzageruara për të qenë të natyrshme. Shkurta shton se ajo nuk ka asgjë personale me ta, por nuk i pëlqen kur dikush, sipas saj, mashtron ose përpiqet të manipulojë situatën për vota. Debati vazhdon, tensioni rritet, dhe shikohet qartë se Shkurta është e vendosur të tregojë mendimin e saj deri në fund. Ajo mban qëndrimin e saj se Toni dhe Benita nuk po sillen me sinqeritet dhe se çdo gjë që bëjnë është pjesë e një strategjie loje. Jo ndjenjë e vërtetë.